të Republikës Kosovë pa fyr, pa denigu. Është ju ka thënë nam. Unë këtë anë fundë. Ka patur ndonjë postim për juve apo çfarë? Edhe ti ajo dirigjont zyret ku na qitmine unision me listën sëmska. Zyja soj, për cilën qitu kanal njerëz të levizet vetë ish levizet vende dosje, edhe kanë thonë që po, e ka një zyre me ajo zyja e Florim Krasniqit që ka shumë kompjutera. Këta e din, po shta pradoj po qeshet. Ku është ajo zyra? Po se din kejt, jo bre, din kejt. Vish diçka. Zoti kushtrim. E para punës për shasim në çdo mramje me fol për një gru që asnjëherë nuk ka qenë pjesë e panelit edhe pjesë e gatës politike dhe s'kemi pse me humb kohë me të. E dyta është mendoj analogjia më e poshtër me u krahasu Beogradin dhe Tiranën. Pra me krahasu Beogradin edhe Tiranën është prap gabim edhe është për të merë. Unë nuk e di çfarë analogjie mundesh me nxjerr këtë krahasje. Paralele mos të jetë në opinion publik si krahasim se se bëj. Absolutisht. Tirana edhe Beogradi e konsideroj që është fatale, edhe është gabim fatal me bë si krahasime. Edhe subjekte tjera politike kanë aktivistë që vinë prej Tiranës, shumë mirë që ka, uroj që të ketë edhe më shumë, uroj që të ketë edhe prej Prishtinës edhe di që ka edhe në Shqipëri aktivistë që përfaqësojnë parti të ndryshme politike. Kjo është gabim. Ku është problemi? Unë dua të punoj për këtë në Shqipëri, ku është problemi? Ose për këtë. Shumë e problemi aktivizma, ti s'ma kufizon se du me veprune. Po s'ma kufizon ti. Në shtetësi dhe shqiptare. Jo, e ka me të Kosovës. Qka ku e problemi? Mos ta degazhojnë Ministri i Kosovës. Gabim më rëpë, ku ka qma krasime banale në këto. Ku që ata sfitojnë. Unë e kuptoj logjikën se çdo çfarë kush e përkrah lëvizjen vetvedosje është i keq, sepse asnjëherë se kam dëgjuar. Garantoj që një dëjona me orën para ti. Unë se kam dëgjuar asnjëherë një reagim. Jo, dëgjoj, se kam një asnjë reagim tuaj as të Matoshit, për shembull për Adri Nurellarin që ka qenë aktivisti i PDK-s. Është i mirë ai. Domethënë ka qenë kështu, se kam një. Do më thonë, nuk e keni bon gogol ato, se ai se përkro... Ka shonë dhe ikon, oj? Jo. Qysha ka shonë? Ka shonë dhe ikon. Do më thonë, për ju... Për me pa ditë, kur ka shonë dhe ju? Ani është mirë? Njerit gjallë, prej shoqënisë civile, gazetarëve dhe dete ish opozita, pa mo në përgoj ajo zoj se kalon. Jo, pra ajo është shumë e kulturune dhe shumë e... Ajde, do të ishtë tekstet e soj. Zoti Dugolli, ani është mirë ti, ani është ti mirë. Zoti Dugolli, që pyetje shumë e thjeshtë. Ani është mirë ti, kur një bashkëluftetari yti, ndoshta pe atyre më të zotëve, pe i thillëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku fyhen e ofendon pe Diona Meholit. Ani është mirë. Jo, dëgjoni nuk nina mirë, kur ata gjenden në pozita që ma vani bin pishta. Ma rëndë është ata që pozita gjendën se sa fyrja dhe Diona Meholit për tyre. Ani është mirë ku daut reagina ajo e fynë ofendon. Privatisht, ose Ramushin, ose Fatmirin. Privatisht unë kam dëgjuar që i kanë rënë pishman për shkak që kanë votuar gjykatën speciale. Po çka ti bën që rregull është ajo, ata bojnë fajin shpinë ata. Po ani është mirë ti ku Diona Meholi që s'ka dhënë as si kontribut për shërimin e këtij vendi, ti fyn figurat kyçe të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mos nuk e di çka e çon kontribut ti. Se kontributi është shumë ti je pjesë e kontributit. Po shumë dimensional. Po nuk është Diona hiç. Ne as ti dimension kalon se se kemi debatin për Deonën edhe mos jetë si shënjestrim. Kjo është problemi, krejt. Që kjo kauci po ndërtohet. Për çka do të ndërtohet Deona me këtë punë? Deona është kryes turbullori këtij kësaj çka ndërtohet. Po Deona po kallzon Albin. Unë s'mi ka thënë dikujt tjetër. Në 2009 Deona Mihali ka organizuar protesta kur Albin Kurti ka qenë në burg, ku kam qenë unë pjesë e takimit. Deona Mihali kreç ka organizuar këtu. Deona Mihali me profit ta keni Deona Mihali për zonë të shtetit Kosovës. Je duke në shumë strukturë me vetë. Ato ju shkoni shefin e kriz vetën. Se nuk e kemi debat spionazhi tani për të folur për subjekte tjera politike. Vetëm bak. Se e bëri një pyetje Fatimi, tha, është i mirë Adri Nurellarin. Debatuesi
demokracia. Për partit tjera që kanë qenë opozita atëherë, po kërkush se ka demonizu edhe mirë që ka ardhur dhe mirë që është angazhu, uroj që është duke u angazhuar akoma. Edhe këtë fatja uroj gjitha subjekteve politike, pse jo.